Miq radiongjallë, jemi me teologun e kishës sonë, me doktor Thomas Shkirën, njerëzi dhe pedagog i Kolegjit Universitar Logos në degën e agjeologjisë, shkenca pra që studion jetët e shenjtorëve. Në fakt sot kalendari shënon 23 prill dhe pikërisht në këtë datë, në këtë ditë ne festojmë një shenjtor shumë të madh. Dhe kjo do të jetë tema sot, që do të flasim pikërisht për këtë shenjtor, për Shën Gjergj Trofeprursin. Në fakt, kisha e shenjtë feston Shëngjergjin pra çdo vit në datë 23, por nëse Pashka bie mbrapa kësaj date, atëherë festimi i këtij shenjtori zhvendoset të hënën menjëherë mbas festës së Pashkës. Atëherë Thoma, shkurtimisht të përshkruajmë pak edhe jetën e këtij shenjtori. Kemi shumë gjëra për të thënë sot në fakt në këtë intervistë. Shën Gjergj Trofeprursi është një shenjë që ka jetuar, ka lindur në gjysmën e dytë të shekullit të tretë. Babai i tij ishte nga Kapadokia, ku edhe lindi, kurse mama e tij ishte nga Lidia e Palestinës. U rit si krishterë nga mama e tij dhe njëkohësisht u bë pjesë e ushtrisë romake, ku pati mjaft fitore si ushtarak dhe u bë një nga guvernatorët e perandorit të asaj kohe. Kjo ndodhi në moshë fare të re, domethënë që 18 vjeç u bë ushtarak dhe më pas në moshën 20 vjeçare kori mjaft fitore dhe arriti në këtë moment. Në vitin 304, kur erdhi një perandor tjetër, Diokleciani, i thiri të gjithë guvernatorët për t'u bërë të njohur disa dekrete që përndiqten luftonin të krishterët. Dhe aty ishte i pranishëm Shën Gjergji dhe ai i thotë që unë jam i krishter dhe ju bëni gabim që i përndiqni të krishterët dhe duhet keni parasysh edhe diçka tjetër që perandoria jote do marr fund. Edhe të gjithë kjo që ju pretendoni kundër të krishterëve. U fut në shumë tortura, prandaj dhe meqense të gjithë martirët e mëdhenj ose dhe martirët gra të cilat kanë kaluar shumë tortura, ato konsiderohen si të mëdhenj ose të mëdhaja. Do të thënë kemi Shën Gjergj Trofeprursi dëshmor i madh, kemi Shën Ekaterina dëshmor e madhe e të tjerë. Të gjithë të krishterët duhet të lexojnë jetën e Shën Gjergjit, sepse aty përshkruhen me detaje, domethënë, të gjitha rastet, shumë tortura që u bën me urdhër të perandorit. Ndërkohë gjatë torturave, edhe pse pësoi shumë, ndodhen mjaft mrekulli që u bënë të ditura edhe nga njerëzit, edhe sidomos nga ushtarakët që ndiqnin këtë proces martirizimi. Dhe kaloi në torturën e rrotës, që është një torturë që e lidh një personin të tërhequr në një rrotë dhe ajo rrota kishte maja të mprehta prej ekuri dhe mjete prerse dhe pasi rrotulloi rrota ajo çante trupin e personit. Pasi edhe e goditën fillimisht me eshta dhe nga trupi i tij buroi shumë gjak, eshtat filluan të binin, domethënë të përkuleshin si të ishin prej dylli. Domethënë ndodhen disa ngjarje të cilat janë të përshkruara në Synaksar, në jetën e shenjtit. Dhe pasi e morën dhe e vendosën fillimisht në burg, pas torturave të para, kur dy prej ushtarëve të gardës të asaj kohe e morën për ta shoqëruar përsëri për fazën e dytë të torturave, ata vërejtën që ai ishte mrekullisht ishte bërë shumë mirë dhe thanë dhe ne besojmë te Krishti. Dhe në atë moment u pren kokat e këtyre dy personave, të cilët janë edhe shenjtët që kujtohen Anatoli dhe Protoleoni, që ishin këta ushtarë. Më pas, perandori nëpërmjet adjutantit të vet Magnensin, vijoi torturat e mëdha ndaj kujdo që dilte pro krishtërimit dhe ndaj Shën Gjergjit në të njëjtën kohë dhe në fund u dënua me prerje koke. U mor lipsani i tij dhe u çua në Lidia të Palestinës, ku u bën mjaft mrekulli. Pra kemi një shenjtor që ka dëshmuar krishtërimin edhe përpara perandorëve, është i njohur shenjtori edhe
në rastin e një mrekullie që i dedikohet shenjtit të vrasjes së përbindshit ose të kulçedrës dhe prandaj dhe paraqitja më e dashur ikonografike është Shëngjergji i për në kalë të bardhë dhe me eshtë vret kulçedrën ose përbindshin, disa e përmendin edhe si dragoj, dhe shpëton të bijën e perandorit, të një perandori që e kishte emrin Selbi dhe ishte pranë një liçeni, pranë një qyteti të Atalisë, në Azinë e Vogël. Pra kemi të bëjmë një shenjt i cili edhe hoqi shumë, por njëkohësisht u dënjësua dhe ndodhen shumë mrekulli. Nga vari i tij Buron Miro dhe njëkohësisht vijoi të ishte një qendër pelegrinazhi për të gjithë të krishterët, dhe kështu mori për masa që herët shumë të mëdha në të gjithë botën e krishterë dhe është një nga shenjtët më të dashur. Në fakt e përmendët Thoma që fama e tij është përhapur, po themi, në gjithë botën. Në fakt, pavarësisht largësisë, distancave të largta nga vendi ynë, këtu në vendin tonë gjejmë një nderim shumë të madh për këtë shenjtor. Përse u përhap kaq shumë ky nderim? Kulti i Shëngjergjit në vendin tonë. Ne kemi dhe heronjë tanë, kemi për shembull Gjergj Kastriotin. Kemi edhe në letërsinë shqiptare është edhe historia e famshme e Gjergj Lezalis, pra janë këta emrat e këtyre heronjve të themi, apo këtyre personazheve të njohur të vendit tonë që kanë lidhje themi dhe me Shëngjergjin. Pa pse u përhap kaq shumë ky kult i Shëngjergjit në trojën tonë? Së pari ishte fuqia mrekullibërse e shenjtit. Të gjitha mrekullitë, edhe me qenë se ndodhen shumë dhe të krishterët nderonin shenjtin pasi kishin edhe lipsanin e tij, mrekullibërës, kjo bën që kohë pas kohe të përhapej dhe të përhapej që në shekujt e parë dhe të bëhej njohur aty ku kishte të krishterë ta konsideronin si një nga shenjtët dhe shërbëtorët e vërtetë të Perëndisë Shëngjergjin, prandaj dhe i dedikoheshin, sepse ai ishte një shërbëtor besnik i Krishtit. Dhe një është kjo arsye, mrekullitë e shumta. Në një vend që, ose në vendet ku ishte përhapur krishtërimi që herët, sa më gjatë të qëndrojë nderimi ndaj këtyre shenjtorëve, aq më shumë lidhen edhe me traditat folklorike, me të dhënat të cilat populli në ndërgjegjen ose në ndërgjegjen e vet fillon dhe i bën pjesë të qytetërimit të vet, edhe të psikologjisë së vet në të njëjtën kohë. Dhe kemi shumë tradita të cilat janë frymëzuar nga ngjarja e Shëngjergjit, ashtu si kundër ka ndodhur dhe me shenjtorë të tjerë, pjesë nga biografia e tyre që janë bërë si pjesë të një populli tjetër, por që nëpërmjet folklorit vendosen disa figura të cilat janë shumë të dashura për vetë, edhe për popullin tonë. Janë më mira kisha të ndërtuara në nderim të Shëngjergjit. Me dhjetra janë edhe në territorin tonë, edhe sidomos në gjithë Ballkanin edhe në të gjithë botën, në gjithë Europën dhe kudo ku ka të krishterë. Shëngjergji është një shenjë mbrojtës për shumë vendbanime, edhe popuj, apo dhe njëkohësisht edhe për urdhra ushtarak, meqense ai ishte një ushtarak që kishte fitore, domethënë arriti suksese të mëdha, ashtu edhe e mbajnë në mbrojtje. Për shembull kemi dhe qytete që është mbrojtës i qyteteve. Domethënë, meqense më përpara ndodhin dhe shumë luftra, atëherë aq më tepër merrte edhe vlerë që një shenjt i madh që bënte mrekulli, si duket kanë pritur mrekullitë e shenjtit dhe janë dënjësuar që t'i marrin këto mrekulli, prandaj dhe dedikimi është edhe akoma dhe më i madh. Kemi kisha të Shëngjergjit në shumë vende. Për shembull, përmend këtu kishën në Tivar të Malit të Zi, në Prizren të Kosovës, në Shëngjergj mbi lumin Bun, në Sap të Shkodrës, në Driç të Shkodrës, në Kukull të Shkodrës, në Nënshat të Shkodrës, në Toplan të Shkodrës, në Tërbun të Pukës, në Callakët të Laçit, në Ndërfan të Mirditës, në Macukull të Matit, në Reç të Dibrës, në Berzhit të Tiranës, në Shëngjergj të Tiranës, në Tujan të Tiranës,
në Torodej, po të Tiranës, në Vidhas të Elbasanit, në Shënmil të Elbasanit, në Bëjna të Elbasanit dhe në Polis të Librazhdit. Gjithashtu kemi në Korçë një kishë të shekullit të 13, që është edhe mbrojtës i qytetit të Korçës për një periudhë relativisht të gjatë, dhe njëkohësisht edhe një kishë tjetër në fshatin Mborje, po të njëjtit qytet. Kemi 2 kisha në qytetin e Përmetit. Kemi në Mbregjdan të Beratit, manastir. Kemi në Jergucat të Gjirokastrës. Dhe veti Jergucati ka sot një kisha dhe ka marrë emrin nga Gjergji, domethënë, nga Jorgos, domethënë, që kemi derivatet e emrit të Shën Gjergjit. Kemi gjithashtu kishën në Berat të shekullit 14, në Libofsh të Fierit, të shekullit 18, në Strum të Fierit, në Vidhkuq të Korçës, në Shipskë të Korçës, në Boboshticë, në Gollombosh të Prespës, në Nokovë të Riat, Vlahogoranzi, Vanistër, po të Gjirokastrës. Kemi në Oshtev Zagori, sot janë rënojat e kishës së Shën Gjergjit pranë kishës së Shën Nikollës, që është ndërtuar më vonë, po që e përfshin kishën e Shën Gjergjit në të. Kemi kishë në Kranej të Delvinës, e rindërtuar nga kryepiskopi Anastas. Në Leshnicë të Sipërme të Sarandës, në Demë të Sarandës, manastir, në Voloter të Sarandës, në Vicë Bubar, po ashtu, në Durrës, që është kisha e Shën Gjergjit, dhe kemi gjithashtu kishën katedrale të Shën Gjergjit në Fier, në Lushnjë, në Kuqan të Shpatit, në Shkallët të Sarandës, gjithashtu përmendëm edhe në kishën e Mborjes që e përmendëm më sipër. Këto janë kisha të ndërtuara për Shën Gjergjin. Kemi dhe shumë toponime të cilat janë të përhapura në të gjithë Shqipërinë, këtu është një përmbledhje. Është Shën Gjergji një shenjtë i nderuar, i pesti në rendin e nderimit të kishave. Kemi kishat e së të rëshenjtës Mari, që kemi me shumë festat e së të rëshenjtës. Kemi më pas, me më shumë numër, kemi kishat e Shënkollës, Shën Nikollit, dhe kemi kishat të Shën e Premtes, dhe pasaj kemi kishën e Shën Gjergjit, trofeprurësit, që vjen në radhë, do më thënë kemi mjaft kisha që nderohet ky shenjtë. Kemi shumë urdhra ushtarake, sepse siç ka qenë edhe situata për shkak të luftrave, edhe në Kapadoki, për shembull, është edhe urdhri i Shën Gjergjit, që ka luajtur një rol edhe për mbrojtjen e krishtërimit, është një urdhër bizantin. Dhe ky urdhër, se thua, kemi në një formë tjetër edhe urdhrin e jeniçerëve, të cilët është po në Kapadoki themeluar. Kemi për shembull spahint në periudhën e otomane, që nisëm një periudhë të re, spahint e Epirit, që ishte një kategori ushtarakësh kalorësish otoman, që vinin nga Epiri, atyre u jepe një tokë dhe duhet ta punonin tokën dhe kishin argat. Ajo që duhet t'i jepnin sultanit, këta persona të cilët ishin të emëruar spahi, këta ishin të krishterë? Këta ishin të krishterë, fillimisht, shumica. Këta që filluan të shërbenin sultanit, ajo që ishte detyrimi ishte që të mbanin me vete një numër të caktuar ushtarësh, që të luftonin në emër të kurtithëriste sultani. Edhe kjo që e një mënyrë, këta 2 shekuj, po flas për spahint e Epirit, deri në shekullin e 17, mbanin si flamur të tyre flamurin me paraqitjen e Shën Gjergjit që vriste përbindësin. Kemi mjaft tradita, Fanolin Peshkopi përmend në librin e tij mbi Gjergj Kastriot Skënderbeun, se Vojsafa tregon një legjendë, siç e përshkruan ai, dhe thotë kjo është e përhapur në popull, dhe përmend për të jemën e Gjergj Kastriotit, se Vojsafa kur ishte shtatzan me Gjergjin, pa në ëndër se lindi një dragua, bishtën e kishte në Adriatik, kurse kokën e kishte në Anadol. Dhe ai kishte një gojë të hapur dhe përpinte shumë turq otoman, sipas legjendës. Dhe jo më kot, edhe ditëlindja e heroit tonë kombëtar konsiderohet 5 maj, sepse 5 maj ishte data
fikse E festimit. e festimit dhe e Shëngjergjit, pastaj me kalendarin e ri kaloi në datën 23, që e festojmë dhe sot, po është e njëjta datë, thjesht ndryshon kalendari. Kemi mjaft ngjarje edhe për shembull historianët kanë evidentuar se pushimi i rrethimit të dytë të Krujës prej otomanëve, betejë që ndodhi një betejë që i largoi otomanët përfundimisht nga rrethimi i dytë, ndodhi ditën e Shëngjergjit. Dhe ishte një dhuratë, thuhet, që Shëngjergji i u dha arbërorëve që të çlironin këtë pushtim, këtë invadim, këtë sulm, dhe u vra një nga, si të thuash, një nga funksionarët e lartë otoman, Ballaban Pasha, në të njëjtën ditë nga Gjergj Aleksi. Domethënë edhe ai që e vrau komandantin të forcave armike, kishte po të njëjtin emër. Dhe njëkohësisht kemi edhe tradita të ndryshme se si thuhet që Shëngjergjit i doli Gjergj Kastriotit në ëndër dhe i thotë të përdor këtë flamur dhe ti do të fitosh, domethënë i tregon për flamurin me dy krerët, domethënë të shqiponjës me dy krerët, domethënë kemi disa histori që jo vetëm nëpërmjet herojit, por edhe populli vetë kanë qenë shumë i dashur. Edhe natyrisht meqense është një shenjtë që ka bërë mjaft mrekulli, edhe vijon të bëjë mrekulli, në periudhën otomane ka qenë një traditë në të gjithë vendet e krishtërimit lindor, që të mos bënin sakrilegj otomanët ndaj kishave të ndryshme në kohë të luftrave, ata i emëronin në emër të Shëngjergjit. Si duket kjo është edhe një arsye që duke emëruar kishat të Shëngjergjit sepse këta shenjtë nderonin dhe vetë otomanët. Edhe pse ata kishin një besim tjetër, por ama kur ishin kishat të Shëngjergjit nuk e trazonin. Po them në rrethana, si të thuash, në rrethana të luftrave dhe të kohës atëre, të pushtimit. Dhe kemi edhe raste që të dhëna që shumë kisha për shembull në Egjipt ose në Palestinë kishin emër tjetër dhe të krishterët për të shpëtuar nga otomanët i ndruan dhe i vunë emrin e Shëngjergjit dhe duke ruajtur një traditë të re, ndodhi që sot ne themi që kemi shumë kisha të Shëngjergjit. Kemi edhe një detaj shumë interesant nga folklori ynë, se kemi kalendarin vjetor të popullit shqiptar, para se të kemi një kalendar, i cili pranverën e nis me Shëngjergjin, që është momenti që nis, domethënë që lidhet edhe me Pashkën, lidhet me kremtimin me goditjen e vezës që del një jetë e re, nis çelin lulet e të gjitha. Kemi dhe ardhin e dimrit që nis me Shën Dimitri. Domethënë kjo është një traditë. Dhe në këto ditë, sidomos në Shëngjergj, ndodhin shumë festime. Marrin bime, njerëzit ka festime popullore të ndryshme në shumë vende të Shqipërisë, për shembull në zonën e Shpatit, bëjnë ato haje, bibishaje. Dhe janë disa, si thua, festime popullore, të cilat dëshmojnë lidhjen që kanë me Shëngjergjin. Kemi për shembull në Polenë, në Drenovë, në të gjithë, që marrin bime të cilat i përdorin edhe ato në kuadër edhe të Pashkës, përveç pjesës së festimit të Pashkës, që është pjesë e pandar e kalendarit kishtar, por që janë shumë tradita që lidhen me Shëngjergjit. Dhe këto festime janë bërë edhe në Tiranë, për shembull, në zonën e Tiranës. Kemi ditën e verës, domethënë. Gjithë dita e verës lidhet edhe me këtë të Shëngjergjit. Një këngë e rallë nga Picalli i Tiranës thotë o Shëngjergji bardhë, njishti mot mëgjesh me një djalë, o Shëngjergj mushtullu, njishti mot mëgjesh martu. Sa ky li të bahen flokët e mi, o Shëngjergj me shëndetet të tjera. Domethënë, populli ka procesuar besimin kristian dhe nderimin ndaj shenjtit, kulti, domethënë, fuqia me të gjithë kremtimet dhe modestinë e vetë që ja kushton atë ditë të Shëngjergjit edhe festimit, dhe e ka sjellë në formën e vetë dhe prezanton në kujtim të Shëngjergjit.
Shëngjergjin e nderojnë shumë popull, raca, të krishterë dhe jo të krishterë, të cilët kanë një, sidomos flasim për jo të krishterët, të cilët për shekuj e nderonin shenjtin si të krishterë kur ishin, dhe në momentin kur ata u konvertuan në islam për shembull, vijuan ta nderonin se kanë parë këtë nderim edhe në zonat e Veriut për shembull. Por në datën 5 maj flasim. Në 5 maj dhe jo vetëm ata Veriu, por edhe zonat e tjera, edhe zona e jugut, edhe Shqipëria e Mesme. E festojnë të dy lyritet, natyrisht, po dhe edhe tek jo të krishterët. Tek jo të krishterët flasim, po. Për shembull kam parë festim Thoman në Kukës për shembull. Po. Po ty s'kemi pra një të krishterësh, nuk kemi as ortodoks as katolik. Festohet nga e gjithë Shqipëria, domethënë këto tradita. Kemi një detaj të dytë interesant nga folklori, se në Veri, për shembull thonë, përmendin lindi një drangua, ose lindi një dragua, ose një trim, një djalë trim. Kjo është sepse folklori shqiptar bën një personifikim, se të thuash, duke marrë për bazë ngjarjen e Shëngjergjit, që vret Kulçedrën, përmend se fjala pozitive, se të thuash, e një qenie superiore është dragua. Kurse negative është Kulçedra ose bisha, përbindësi tjetër nga ana tjetër. Dhe si mund të ndodhë ndryshe, Shëngjergji, që ishte një njeri ushtarak, mundej do të si një ushtarak sa do i shkath të vriste një qenie mbi njerëzore, si thua, mbi superiore nga fuqit, që ishte përbindshë ose Kulçedra, që e shohim edhe në ikonografi. E kishte të pamundur. Po gjithë historia që na tregon një dorëshkrim, që është bërë pjesë edhe e Sinaksarit, tregon se ai u lut Perëndis. Edhe i thotë që do bëj të mundur që ky popull, që ishte tek mbreti Selbi i Atalisës në Azit Vogël, siç u përmenda pak më sipër, kishin vendosur ata, meqense ishte një idhujtar i cili qëndronte në atë vend dhe pranë një liçeni ishte një bishë, një përbindës i madh, dhe ky përbindës ishte një lubi që hante dhe sakrifikonte njerëzit, kafshët, çdo që afroheshin aty. Dhe meqense populli vet, këta bënë një inkursion ushtarak dhe të organizuar, shkojnë për ta vrarë Kulçedrën, por nuk arritën dot. Dhe pasi nuk arritën dot, populli i shkoi mbretit Selb edhe i thotë që si do bëjmë, thotë, sepse mbretër të tjerë, thotë, do ta kishin zgjidhur ndryshe këtë gjë. Edhe ai thotë, shikoni, thotë, ne bëm përpjekjen tonë, ju e dini që ne vajtëm, thotë, por nuk arritëm dot, thotë, që të fitonim. Por çfarë do bëjmë, thotë? Unë do komunikoj me priftërinë e idhujtarëve dhe atëherë ju do zbatoni urdhrin që atë që çfarë do nxjerrim ne si përfundim. Dhe ata nxorën përfundimin që çdo familje duhet të sakrifikonte një nga fëmijët e vet tek Kulçedra, që ta qetësonin, të lejonte ajo ujin, që të vinte nga liçeni dhe të kishin mundësi që të ishin të begatuar. E pranoi këtë si një urdhër që ishte i idhujtarëve, i atij besimi që ata e pranonin, dhe filluan nga çdo familje. Kur erdhi radha vajzës së vetë mbretit, ai u ligështua për këtë gjë, por nuk mund të bënte dot ndryshe, sepse të gjithë do të dinin kundër. Dhe ai e vendos atë dhe aty që momenti që duke qenë e lidhur vajza e mbretit Selb, siç paraqitet dhe në ikonografi, vjen Shëngjergji dhe i thotë, çfarë ke, thotë, që qanë me dënes, largohu që këtu, thotë, se do të merret jeta dhe ty, më thuaj çfarë ke, thotë, dhe unë mendimin e Perëndisë triadik do të shpëtoj. Jo, thotë, ti nuk e di, ore, beso, thotë, dhe ke për të parë. Ajo i thotë, po, besoj, dhe i thotë që bëu gati se do të vijë një bish. Erdhi, edhe ai i lutet Perëndisë që ta qetësojë. Do më thënë, vetë nuk arrinte do të ta bënte si një njeri, se kishte arritur një ushtri e tërë. Por me hirin e Perëndisë dhe me lutjen që i kushtoi Perëndisë, ai arriti që të fashiste furinë dhe egërsinë e bishës. E marrin
e merre lidh, i thot lidhe bishën, i thot vajzës së mbretit, dhe tërhiqet tani që ta çojmë tek populli, që ishte më njanuar dhe në ikonografi paraqitet një kala ku njerëzit bashkë me mbretin Selb qëndrojnë sipër dhe vëzhgojnë ngjarjen e Shëngjergjit që kemi këtu një personifikim të mundjes të së keqes nga vetë Shëngjergji. Dhe kur shkon aty për ta përfunduar dhe këtë histori që është më e vonë, por është bërë pjesë e Sinaksarit dhe bëhet pjesë në një nga ikonat më të dashura. Shkon tek perandori dhe i thotë si arrita ti, thotë ta bëj këtë gjë. E thotë unë arrita nëpërmjet besoni, thotë që unë thotë mund ta vras këtë kulçedër nëpërmjet fuqisë së Perëndisë së triadik. Besoni dhe ju dhe unë mund ta bëj. Ata thanë besojmë dhe ne tek Perëndia e vërtet Krishti. Dhe ai më të goditur e vret. Këtë na tregon një dorëshkrim që ndodhet në Malën e Shenjtë. Dhe aty i bën që të besojnë këta tek Krishti, e pranojnë krishtërimin dhe shkon më pas Shëngjergji në një peshkop Aleksandri i Antiokisë, të asaj kohe, e thret peshkopin dhe ai bën për 15 ditë të gjithë banorët i fton dhe i pagëzon. Pra kemi ndriçimin e një qyteti dhe një perandorie të tërë nga veprimtaria dhe nga hiri i Perëndisë dhe nga lutja e Shëngjergjit. Kështu që këta besuan dhe çfarë është ajo që bëri Shëngjergji është që solli besimin e ri, i solli në dritë. Nuk ishin më në blatën e sakrifikimit të njerëzve, siç sakrifikonin pa kuptim, por i solli njerëzit nga errësira, i solli dhe i dha ndriçimin dhe besimin e vërtetë. Vetë s'mund ta bënte, por një dragua mund të vrasë dragua. Një njeri nuk mund të vrasë një kulçedër ose një përbindësh. E ka shumë të vështirë ta vrasë me fuqitë e veta. Dhe nga ana tjetër, Shëngjergji u dënjësua që të merrte fuqinë e tij dhe prandaj konsiderohet si dragu. Dhe kemi urdhra ushtarak që janë urdhri i dragojit, që lidhet po me Shëngjergjin. Për shembull, në Sigismundi, që ishte një perandor hungares, ai ngriti një urdhri dragojit, po ishte urdhri Shëngjergjit që bëri në aleancë të gjithë perandorët e tjerë të krishterë për të qenë në rezistencën anti-osmane. Domethënë, edhe shumë urdhra ushtarak në botë sot kanë si mbrojtës të tyre Shëngjergjin. Domethënë është shenjtë shumë i dashur dhe është. Dhe edhe kemi dhe rastin e Gjergj Kastriotit, i cili që të përballej me një fuqi, perandoria otomane ishte një nga perandoritë më të forta, më e forta në atë kohën kur veproi. Ishte e pa imagjinueshme, por ama mrekullisht me një ushtri dhe me ato kapacitetet që kishte, ta arrinte që të bënte ato fitore që ka arritur dhe që ka meritën e të gjithëve. Gëzon respektin edhe të gjithë të atyre sakrificave që bëri dhe fitoreve që kori. Domethënë, kemi pra aspektin pozitiv të një dragoj, prandaj e konsiderojnë këta që janë trimat, që janë të Zot, konsiderojnë si djalë drangua ose dragua, që përdoret në aspektin pozitiv. Dhe kemi dhe në aspektin negativ kuçedra ose kulçedra që quhet ndryshe. Në këtë ditë të festimit të këtij shenjtori, çfarë do të kenë besimtarët parasysh? Pra kur e festojmë këtë shenjtor, pra përveç asaj festimit themi të jashtëm, ku mund të fokusohemi më tepër në nderim, duke i dhënë edhe nderin që i takon edhe këtyre shenjtorëve, apo në rastin konkret, siç është edhe Shëngjergji. Çfarë do të kenë parasysh? Të krishterët frymëzohen nga mrekullitë dhe nga të dhënat e jetës së Shëngjergjit. Jo më kot përmenda që në fillim që çdo i krishter duhet të lexojë biografinë e tij. Domethënë, kur vjen para se të vijë ose një ditë përpara ose në ditën e sotme që kremtojmë Shëngjergj trofeprursin, minimalisht të njohim jetën e shenjtorit. Të njohim jetën e shenjtorit, duke njohur jetën, atëherë ne marrim një motivim
dhe kuptojmë që Perëndia vepron në shumë mënyra, siç ka vepruar edhe nëpërmjet shenjtorëve të caktuar. Dhe meqense kemi një shenjt i cili është mjaft i nderuar dhe mjaft mrekullibërës, ne si popull dhe të krishterët në përgjithësi, të shkojmë tek kishat që nderojnë Shëngjergjin. Aty bëhet mesh. Aty bëhet mesh, duke qenë në kish, duke ju afruar shtëpisë së tij tek Shëngjergji, tek shtëpia e Shëngjergjit ose tek shtëpia e Perëndis, por që është në emër në kujtim të Shëngjergjit, e vizitojmë. Kudo qofshin ato. Për shembull, në shpellën e Tiranës, në rreth të Dajtit ka një shpellë që quhet Shpella e Shëngjergjit. Aty ka qenë vend pelegrinazhi që ka qenë prej shekujsh që të krishterët shkonin aty. Domethënë, edhe sot e kësaj dite, për shembull, fshatrat e Tiranës, banorët përgatiten dhe vënë, bëjnë një si tip pikniku në kujtim të kësaj. Domethënë, njeriu bën disa hapa për t'u afruar. Kjo është përpjekje, por ama duke u afruar nga pak. Çfarë është ajo që na tërheq ne më shumë me Shëngjergjin? Po them meqense jemi disa me çdo shenjtor na tërheq, por na tërheq sepse duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me një shenjt që ka bërë një dëshmi të madhe nëpërmjet torturave, Perëndia ka ndryrë nëpërmjet hirit të tij dhe ka ndodhur shumë mrekulli, pavarësisht se shumë jetë njerëzish janë martirizuar, janë vrarë dhe kjo na bën që ne të lidhemi me një shenjt. Kemi shumë persona të cilët mbajnë emrin e Shëngjergjit, domethënë nga shumë të krishterët. Për shembull, në Greqi, emri Jorgo më të përdorshëm. Janë një nga emrat që thua, të gjitha një emër kanë emri Jorgo dhe Jani, domethënë edhe ne e përdorim emrin Gjergj shpeshherë, po është një nderim që i bëhet shenjtit dhe të gjithë ata që mbajnë emrin e një shenjtori kanë mbrojtjen atij shenjtori. Domethënë kjo është ne afrohemi pak, por ama kemi dhe mbrojtjen që na bën dhe aq më tepër kur kemi të bëjmë me një shenjt që është i shekujve të parë, edhe ka qenë edhe në periudhën e Perëndikës, dhe sa më gjatë ka qenë i nderuar nga në breza, aq më tepër tradita, lëvizje të jashtme, veprime të jashtme për të treguar besimin e brendshëm tonin në nderim të Shëngjergjit, për ta nderuar si një shenjt i cili është një shërbëtor i vërtetë i Krishtit, sepse të bësh një mrekulli dhe të thrasësh peshkopin, një ushtarak, domethënë një ushtar i Krishtit, atlet i Krishtit, thras peshkopin dhe ai të vit të pagëzoj brenda 15 ditëve, të katekizoj dhe të bëj pagëzimin dhe të ndrojë, si të thuash, rrota e historisë nga adhurimi i idhujve në Perëndinë e vërtet. Kjo është një e dhënë që ne na bën që ne ta duam këtë shenjt edhe më tepër. Për shembull, Diokleciani nëpërmjet adjutantit të vet e vuri Shëngjergjin që të adhuronte tek Perëndia Apollon, sepse Perëndia Apollon dhe Afrodita ishin dy nga perënditë e Dioklecianit, të perandorit të Romës. Dhe ai u lut aty, demonët që ishin tek tempulli i Apollonit, po huan me gojën e tyre, thot Senaksari, që Krishti është Perëndia e vërtet. Domethënë duke u zënë ngushtë nga lutja e Shëngjergjit dhe nga prania e tij, ata thanin që kush është Perëndia e vërtet, i thot Shëngjergji, edhe ata përgjigjen me gojën e vet sepse ata e din kush është Perëndia e vërtet. Por të tjerëve nuk ja apohonin këtë gjë. Dhe ata thonë Krishti është Perëndia e vërtet. Dhe kështu u larguan. Gjë që tregon që vjen një tjetër besim kur vjen Krishti, kemi një tjetër plotësim i besimit. Dakord, kemi një popull që ka një trashëgimni dhe vjen dhe si i ditur, si i paditur, si me kulturë, si pa kulturë vjen, por ama kur vjen Krishti dhe e ofron të gjithë të vërtetën, dhe s'ka më të na shfaqet më Krishti, sepse çdo gjë që na arrin deri në shpëtimin dhe në qëllimin e ekzistencës sonë e ka arritur. Kur vjen shenjtor tani, edhe thonë si do veprojmë të, sepse jemi në dilema të caktuara edhe në jetën tonë. Si do veprojmë? Do veprojmë
me një mendje ngushtësi apo do veprojmë me dashurinë kristiane. Kur vjen Shëngjërgji dhe i shpëton nga e keqja dhe i sill në dritën e vërtetë, atëherë dhe ata qetësohen shpirtërisht. Fitojnë atë paqen e Krishtit, atë paqe që ne e predikojmë shpeshherë dhe e dëgjojmë shpeshherë paqen në të gjithë nga ju klerikët apo nga peshkopët, dhe paqja dhe qetësia e brendshme është një gjë që duhet ta karakterizojë çdo të krishterë dhe çdo shpirt njerëzor. Vetëm një shpirt mëkatar nuk gëzon qetësinë dhe nuk është i qetë në ndërgjegjen e vet. Perëndia dhe këta shenjtorë që vinë dhe i japin zgjidhje çështjeve, na bëjnë të ditur se ne jemi në rrugën e Perëndisë, jemi në adhurimin e drejtë dhe çdo gjë, çdo vështirësi që mund të dalë, kemi për ta zgjidhur. Dhe kjo marrëdhënie që e ngushtë që kemi ne të krishterët me Perëndin, me Krishtin, po edhe me shenjtorët që nuk pengojnë të krishterët që ta afrojnë te Krishti, por i shtyjnë ata. Janë si modele që t'i nxisin për t'u afruar te Krishti. Për shembull, çfarë thot Shëngjërgji? Nuk thotë më adhuroni mua se njerëzit i drejton tek Perëndia. Njerëzit i vinin dhe i puthnin këmbët, thotë Senaksa, kur ndodhi mrekullia. Mos se ka mundësi që ne argjuam kaq jetë njerëzore dhe vijimësinë, trashëgiminë fëmijët, kur detyra e prindit është ta mbrojë fëmin. Dhe kur ndodhi kjo gjë, ai thotë, jo unë ka bërë Krishti këtë gjë. Po të besoni te Krishti, atëherë do ta mundim kulçetrën ose përbindçin. Do thënë, idhujtarinë në këtë rast. Dhe kjo është një këto janë të dhëna të cilat ne të krishterët frymëzohemi, dhe aq më tepër kemi edhe një detaj të fundit, nëse kemi kohë, që përlëshorja që është tropari që i këndohet shenjtit në ditën e sotme, po dhe sa herë kujtohet shenjti, thotë si çlirimtari i robërve dhe mbrojtësi të sëmurëve dhe si të thuash mbështetësi të vobektëve e të tjera. Pse janë këto të dhëna ndaj Shëngjërgjit? Ai ishte ushtarak. Sepse Shëngjërgji para se të shkonte te Diokleciani, që thirri guvernatorët për t'i bërë të ditur dekretet që të luftonin të krishterët, ai pasurinë e tij e shkriu dhe ja dha të varfërve. Çliroi sklevrit e luftës. Bëri bamirësi dhe kështu e dënjësoi Zoti që të duronte torturat e martirizimit. Nuk është se doli aty tha shihni mua se ç'bëj unë, por ai tha shiko unë këtë nuk e bëj nga vetja ime. Perëndia më dënjëson. Dhe kur shkoi dhe aty duroi dhe ndodhen dhe shumë mrekulli siç u thash edhe që prej fillimi. Dhe në këtë moment Shëngjërgji u bëri të ditur dhe të krishterëve u bën të ditur një paketë për kohën e tij. Një paketë që janë të gjitha këto të dhënat dhe ne si të krishterë sot, edhe pse jemi në një kohë tjetër, nderojmë bëmat dhe pësimet e mëdha, prandaj dhe e quajmë si Shëngjërgj trofeprurës, ai që sjell një trofe si një atlet i Krishtit dhe që sjell dëshmon besimin e ri dhe na tregon dhe realitetin e kohës, realitetin e vështirë të asaj kohe dhe që na ndihmon dhe ne që të dalim fitimtarë në realitetin e kohës tonë dhe në vështirësitë e sotme. Thoma, unë i falenderoj shumë edhe i urojmë së bashku gjithë ata që na festojnë sot, gjithë ata që mbajnë emrin në nderim të Shëngjërgjit, ta gëzojnë ditën e emrit të tyre, por edhe shenjtori, të lutemi pra shenjtori që të ndërmjetoj tek Perëndia, te Zoti Krisht, të cilit ai shërbeu dhe për cilin dha jetën, të ndërmjetoj për të gjithë ata që mbajnë emrin e tij, por edhe për të gjithë popullin shprestar ortodoks. Miq radiongjallë, ishim me doktor Thoma Shkirën, me cilin folëm për jetën dhe veprën, nderimin e Shëngjërgjit Veprurësit, të cilin kisha e feston sot në këtë datë, në 23 prill. Miru takofshim në emisionet tjera.